Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, priti në takim kortezie Adam Boll, drejtuesi portofolit të policive britanike për krimin e organizuar në Ballkanin Perëndimor. Në fokus të këtij takimi ishte bashkëpunimi ndërmjet Policisë së Shtetit dhe autoriteteve policore britanike, veçanërisht në fushën e luftës kundër krimit të organizuar. Boll vlerësoi rezultatet e arritura nga policia shqiptare në këtë drejtim dhe falenderoi Prodën për bashkëpunimin dhe angazhimin e vazhdueshëm. Ai shprehu gatishmërinë për të mbështetur më tej Policinë e Shtetit, përfshirë trajnimin e disa oficerëve shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar me fokus hetimin e krimeve kompjuterike dhe digjitale, njofton Policia e Shtetit. Gjatë takimit, Proda theksoi se Policia e Shtetit e konsideron prioritet bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar dhe se modeli i suksesshëm i bashkëpunimit mes policive kufitare duhet të shtrihet edhe më tej. Boll e ftoi zyrtarisht Prodën për një vizitë në Mbretërinë e Bashkuar me qëllim forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërinstitucional. Në fund të takimit, Proda dhe Boll vlerësuan punën e oficerëve të kontaktit në policitë respektive.